do të duhet të ishin në pushim, por dyert i hapen si kujdestar. Kësaj, institucioni parashkollor Albiona Aslani në Shtime për herë të parë do të punojë edhe gjatë verës. Krejt kjo tha që është bërë me kërkesë të prindërve. Kjo qerdhe këto që jemi është qerdhe kujdestare, ku do t'i sjellin gjithë fëmijët e gjitha qerdheve ku ka nevojë me të dy prindërit e punësuar që nuk kanë ku me i sjell. Ne kemi ofruar këtë mundësi dhe po kalon shumë mirë. Por gjatë kësaj periudhe u tha se nuk do të preket pushimi i edukatorëve. Brenda këtij një muaj dite, me rotacion do të punojmë me kujdestari rreth 30 edukatorë. Pa jo që nuk drejta e pushimit asnjë punonjës të këtij institucioni arsimor. Aktualisht kemi rreth 22 fëmijë domethënë që kanë paraqitur kërkesë për të tyre. Kjo nismë që u bë sefte në komunën e Shtimës u prit fort mirë edhe nga prindërit, që më herët duhet të bënin lloj-llojçare për fëmijët. Herët i kena lënë dikon nëse të prindrit, kur e kam pos babin, se tash se kam mo, i kena lënë të babin në shpe, u duft mi lënë një pjesë të kohës, mandej u duft më organizu dët, e tash nuk e kem këtë nevojë. Është shumë e mirësor dhe mendoj që kjo iniciativë duhet me ecë edhe në komuna tjera. Pushimi do të duhet të niste nga 14 korriku deri në datën e njëjtë të gushtit.